Tani, si është kjo histori kur Ministri i Drejtësisë ka një qëndrim të tillë kaq të prerë në lidhje me këtë çështje? Sipas informatave që kam, ajo është një deklaratë e vjetër e Ministrit Fillkov, i cili fatkeqësisht për shkak të propagandës së BDI-s u hodh në eter në ditën e sotme të protestës. Nuk ka pasur sot asnjë deklaratë. Nuk ka pasur deklaratë. Jo, sot ka pasur një takim. Sot ka pasur një takim në mes të dy bashkëkryetarëve, zoti Kasami dhe zoti Mexhiti, me kryeministrin. Sa e vjetër, një pyetje kam. M'fal, sa e vjetër është kjo deklaratë e ministrit të drejtësisë? Nuk di për datën, mirë po e di se sot, sipas informatave që kam, nuk ka pasur një deklaratë. Jo, thotë që është e vjetër, nuk është orëve të fundit. Po e ka hedhur BDI-a tani në qarkullim. Po ka ndryshuar mendje ministri i drejtësisë në lidhje me këtë? Ajo që është e re sot është takimi i dy bashkëkryetarëve të Vlen me zotin Mickovski, në të cilin edhe një herë u mor garanca se studentët e fakulteteve juridike, studentët shqiptar, do ta japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ne këtë punë nuk do ta lëmë në çështje të interpretimeve, por do ta zgjidhim me ligj konkret, me të cilin asnjëherë nuk do të paraqiten probleme të tilla. Fatkeqësisht BDI, sado që e përmendet që ka mëkate dhe për shkak të atyre mëkateve tash është në opozit, me politikat e tyre gjysmake kanë lënë probleme të cilet po duhet ne t'i zgjidhim në ditët e sotit. Dhe përveç asaj që po miremi me zbatimin dhe realizimin e programës tonë elektorale, gjithashtu her pas here po duhet t'i zgjidhim edhe problemet të cilet ato na i kanë lënë edhe i kanë lënë pa i zgjidhur. Zoti Sulejmani, në momentin që kanë qeverisur. Qartë, do t'ja kaloj fjalën Andonit, besoj ke një koment, Ben, apo pyetje për... Kisha një pyetje, po ndoshta mund ta merrni si koment. Dëgjova kolegun tim, Rashidi, që paraqiti diçka për mos gaboj ligjin për nenin 23. Ai është referuar sot nga zoti Osmani, njohës shumë i mirë i ligjeve, ministri i jashtëm ish, pse nuk është bërë kjo më përpara nga Bujar Osmani, po. Nga Bujar Osmani, po. Pse nuk është bërë kjo më përpara nga zyrtarët e BDI-s, kur e dinin shumë mirë, pse nuk e kanë konsakruar në ligjin për katës? Unë nuk e di si nuk i vjen turp zyrtarëve të BDI-s për këtë problematikë të dalin dhe të japin deklarata kinsi janë në anën e studentëve. I kanë pasur 23 vite kohë për ta zgjidhur këtë problematikë dhe nuk e kanë zgjidhur. Përveç asaj e përmenda një fakt shumë i rëndësishëm, mendoj që është shumë i rëndësishëm. Pas miratimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve, është ndryshuar edhe ligji për dhënien e provimit jurisprudencës. Dhe pyetja për Bujar Osmanin dhe të gjithë ata demagogë që sot na shesin demagogji politike është pse në atë moment nuk e kanë ndryshuar ligjin për dhënien e provimit jurisprudencës që t'u amundsojnë edhe studentëve shqiptar që ta japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, por ka lënë hapësirë që kushdo qoftë tash në këtë kohë, edhe Fillkovi të bëj interpretime si të kujtohet atij. Me thonë, këtu është esenca e problemit. Ata nuk e kanë zgjidhur, ne po mundohemi të japim zgjidhje ligjore dhe jo vetëm për provimin e jurisprudencës, po dhe për provime të tjera profesionale, sepse nëse tash e zgjidhim jurisprudencën, të jeni të sigurt se në një të ardhme të afërt do të dalin në protesta studentët që do të kryen kontabilitetin, do të dalin protesta studentët... Një zgjidhje që tjetë gjithë përfshirëse dhe të mos jetë vetëm në një drejtim. Ne kemi zgjedhur zgjidhje më herët edhe për mjekët që e kanë dhënë provimin profesional, tash është në gjuhën shqipe, ajo është zgjidhur në kohën tonë nga ish-ministri Bekim Sali, po do të kemi zgjidhje edhe për studentët e jurisprudencës, edhe të tjerët. Zotri, edhe diçka duhet të pyesë. Keni pasur mundësi, sepse negociatat tuaja me VMRO DPMN kanë qenë shumë të komplikuara. Ju e dinit pak a shumë që kryetari i gjykatës kushtetuese të Maqedonisë Veriut do kërkonte amendimin e ligjit të gjuhëve. Pse nuk i paraprit këtyre situatave kur bët bisedën për qeverinë? Amendimi që është bërë në gjykatë kushtetuese. Është bërë më vonë. Është bërë më herët. Është bërë më herët. Jo, po, më falë. Do me thonë momentin që është miratuar ligji për gjuhët, pas një periudhe të caktuar kohore, është kontestuar në gjykatën kushtetuese. Pas 2019. Ta njoftojmë opinionin shqiptar atje se e gjithë përbërja e gjykatës kushtetuese
është përbërje e cila është votuar nga qeverisja e kaluar në përjashtim të një antari, me sa e kam unë informatën, dhe ne po mundohemi përmes politikave, përmes dialogjeve që edhe kemi thënë edhe publikisht që nuk do të lejojmë që të preket ligji për përdorimin e gjuhëve, sepse shumë po interpretojnë atë si ligji gjuhës shqipe. Nuk është ligji gjuhës shqipe, ajo është ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili nuk e barazon gjuhën maqedonase me gjuhën shqipe, kurse deklaratat e politikanëve shqiptarë të kësaj ane të BDI-s konkretisht shumë herë e kanë zyrtarizuar gjuhën shqipe dhe kanë thënë se ajo është e barabartë me gjuhën maqedonase, momentin që kanë bërë një avancim të një ligji, e fatkeqësisht ky mesazh është përcjellur edhe në Shqipëri edhe në Kosovë dhe e dim shumë mirë momentin kur u votua ligji për përdorimin e gjuhëve, nga Shqipëria zyrtare dhe Kosova zyrtare në atë kohë paraqit se u zyrtarizuar gjuha shqipe, edhe u bëhe barabartë me gjuhën maqedonase, gjë që nuk është realitet. Dhe tash ne, siç e përmenda më herët, po ballafaqohemi me pasoja për politikat e dëmshme të cilet ka bërë Bashkimi Demokratik për Integrim në gjithë të 23 vitet e fundit. Ajo që realisht po na shqetëson është që propaganda e tyre, e cila është propaganda e zbrazur edhe cila qëllimin e vetëm e ka të kthehen në pushtet sepse nuk po ju konvenon të jenë në opozitë, po çuditemi pak se si po shpërndahet kaq lehtë edhe në Shqipëri po edhe në Kosovë. E kam kuptimin këtu në kontekstin mediatik, po bëhet shumë e madhe vetëm për një provim të jurisprudencës, kurse në kohën e qeverisjes së tyre kemi pasur të bëma shumë më të mëdha që nuk kam pasur kësi e hone. Për shembull, janë djegur pronat të shqiptarëve në Gjorgje Petrov, janë përzënë familje shqiptare në Radishan, është bërë shkupi 2014, janë montuar raste politike, siç është rasti Monstra, Alfa, lagja e trimave, Sopote, kështu me radhë, dhe asnjë prej këtyre rasteve të cilat kanë qenë shumë më të rënda, se sa që është provimi i jurisprudencës, nuk e pati jehonën e njëjtë. Dhe çuditërisht tash për një provim të jurisprudencës po bëhet sikur se shqiptarët u humbën në kontroje, shqiptarët dikush po do me i zhduk që nuk ka të bëjë fare me realitetin. Vetëm një gjë që është ndryshe është që BDI është në opozitë, kurse përfaqësues të ri të shqiptarëve të Maqedonisë Veriut është Partia Vlen. Vetëm një gjë, një shënim në lidhje me çështjen nëse propaganda ka qenë e BDI-s që gjuha shqipe tashmë është një gjuhë zyrtare etj, po më shkruajnë që zoti Izet Mexhiti kur ka qenë antar i BDI-s të fakt thoshte që gjuha shqipe është gjuhë zyrtare. Zoti Mexhiti tani ka ndruar mendje, nuk është gjuhë zyrtare, pra ka qenë propaganda ajo që ka bërë atëherë. Kjo është ajo çfarë më shkruajnë. Më thonë. Ta qartësoj situatën pak. Do me thonë, gjuha shqipe ka përdorim të avancuar zyrtar, mirë po nuk është e barabartë me gjuhën maqedonase. Qartë. Shteti ende flet maqedonisht. Kjo është problemi. Do me thonë, kemi një përdorim shumë të avancuar në krahasim me periudhat e mëparshme, por nuk është në të njëjtën pozitë të barabartë me gjuhën maqedone. Qartë. Kjo është e qartë, po e kam fjalën që tashmë, do më dhënë, këtë, si thush, këtë korrigjim në bindjet e veta e ka bërë dhe zoti Mexhiti. Po, patjetër. Po, mendoj se edhe zoti Mexhiti edhe të gjithë antarët e Vlenit në të është qartësuar në lidhje me këtë. Që ta përmirësojnë edhe më shumë përdorimin e gjuhës shqipe.